si banor I këtij fshati. E para sa veta jeni në familje? Vetëm me gruat jam. Vetëm me gruat, ka ikë fëmia? Kanë ikë. Po ku kanë ikur? Pensionistë kanë ikë. Në Angli ku? Në Tiranë kam punën. Në Tiranë, mashallah. Të kenë jetë e shnet, po nuk lihet ky vend. Mi shpërnda kret, po s'lesë, s'ka kurse këtu. Po pse ikën o baba ata? Po ikë, se me qenë me fëmijë të vegjël, ku do qësh? S'ka shkollë? Shkolla mes, vit tani ku të shkoj. E kuptoj. E qartë. 4-5 në zonës janë këtu, nuk kanë çfarë të bëjnë. Pse kaq kanë mbet më? Ka janë. Nuk e di eksakt të janë, po 10 në zonës kanë mbet shkollë. Nuk e mos shkollën nga qenë mbi 300 në zonës kjo shkolla. Është një zonës në klasë 9. Ikën. Nuk ka askush punon këtë pensionistë jemi pjesën e madhe. Po mirë, ti çfarë ke fituar si banor I këtij fshati që u shpall një nga 100 fshatra turistik? Nga fakti që jeni shpallur fshat turistik, ç'a keni fituar ju? Vetëm jetën me punën Rrugë që keni, përveç asaj rrugë që u Që shtru. pronën deri te asfalt, I falenderoj. Po ç'a faleminderit ajo su fut deri në fshat. Të pakën deri aty ka pronë, me e bon. Po pjesa tjetër si është? Na inshallah na nxjerr në bëjnë moment. Po knaqmi. Një po Po. knaqmi. Çipte që ju, që do të Po deri në makesh. Atë falenderoj shumë që ja pronë deri aty. Inshallah një atë kilometër dabin. Ne do ta ngrëm prap problemin siç e ngritëm herën e parë. Dhe le të shpresojmë të bëjmë pjesën tjetër. Se ç'a kuptimi ka me bë rrugë gjysma. Rrugë gjysmake. Faleminderit. Po, zbat, lavë.